Pas luftës së dytë botërore në Preshev, Medvegje Bujanoc, si pjesë të pandara të Kosovës, filluan shkëndijat e para të arsimit të rinjve shqiptar, së pari në gjuhën serbe e pastaj edhe në Shqip. Filluan gjeneratat e para të shkollimit, edhe pse në rrethana të vështira politike dhe kushtet e rënda ekonomike e materiale të shqiptarëve atje. Njëri ndër gjeneratat e para të arsimit është dhe personazhi përkatësisht bashkëbisedues së ynë, i cili në Kosovën lindore, por edhe në Kosovë njihet si veteran i arsimit, veprimtar i shuar dhe luftëtar i denj për kauzën shqiptare në Preshev, Medvegje Bujanoc, për avancimin e të drejtave elementare për jetë, shkollim deri tek ajo politike. Ndikoi shumë duke ngritur zërin për parandalimin e shpërnguljes së shqiptarëve të Kosovës lindore për në Turqi, e që më vonë i kushtoi me burgim. Ky zotëri i respektuar dhe i nderuar si nga vendasit, por edhe nga fqinjet, të në Prishtinë, ka një biografi me shumë peripeti, por i pajepur. Njihet edhe për nga burreria, qëndrimi stoik, moral i fortë, pas ngjarjes së rëndë familjare e ndodhur me 10 shkurt 2007, me rastin e vdekjes tragjike të djalit të vetëm të tij në protestat e organizuara nga lëvizja vetëvendosje. Unë jam nga një familje fshatare në Trnovcin e Madh të Bujanovcit. I lindur me 1935 dhe si më thënë të nana ime, thënë të 4 ditë bashkëngjegjit, dhe me thonë edhe 10 maj. Në fillim, pasi mbusha 7 vjetë, fillova me shku në shkollë me këtep atër të hoxha, sepse në Trnovc ishte kohë okupacionit bulgarët, dhe s'kishte kur fa shkolle, as serbisht, as shqip mos flasin. Mësuesi im i parë ka qenë Mulla Hasani. Ma vonë jam informuar se ai e kishte pas kryer me shkollën e mësuesisë, kohë të Turqisë. Një mësues i llojit vet. Mandej, duke qenë se Katundi është i madh dhe ishte larg për shtëpisë time, e na atëherë ishim të zbathur, shkojshim me nallë në shkollë, e qeli të xhamia e mahallës tonë sultarëve, Hafez Ziahu, me këtepin, fillova më afër. 24-shën, ashtu para shëngjegjit, erdhi Hafez Ziahu në shpetën e dhe e pranon mirë. Normalisht, hoxhallarët kishin autoritet. Dhe i thot gjyshit tim babës Gjeraden, thot Shabanin e kom talebet mirë, në qoftë se e lejoni me ardhë në shkollë, në mektep deri në fund vjetit, ai do të bëjë hatme. Kështu u bë marrëveshja dhe unë në maj 24-shët bëra hatme. Dhe më thotë e kom kalu Kuranin skej, ha? Në fillim të shkurtit 25-ën u hap shkolla Shqip në Trnovc. Një ditë për ditësh ishte vera, fudi i bajit u takuam rastisht me Beqirin. Dhe ai, pse s'po vjen? U kënaqëm të mësoj Shqip. Thash, po mirë, trego si është e Shqip. E hapi një libër, edhe fotografia e në infrashtit, ato libra kanë qenë botuara atëherë në Tiranë ose për Itali, si kanë sjellë kohë të okupacionit, edhe ishte fotografia më duket me ngjyra. Edhe mua fort bukur bran në vesh ato fjalë Shqip. Edhe unë fillova me u luhat të hoxha o të mësuesi. Në vjesht vonë, pra 25 a fjala, fillova të shkoj i shkollë rregullisht.
pak me leje, pak me zorë për i prindve, se nuk e dishin, se dishin rëndësin. Mas disa ditës që filloj mësimi, erdhe Mallat Demiri Hoxha, jo mbijemin Hoxha, për Hoxha ka qenë, ishte inspektori i arsimit. Na atëherë ishim heterogent për s'ka mosha. Kishte fëmijë të moshës 7 vjeçare, a unë isha për shembull, isha 10 vjeç, të tjerë ka pas edhe më të vjetër, por shkoshim të gjithë së bashku. Ai u entuziazmu kur e pa mësojtorën plot me nxans, foli diçka me mësuesi dhe mësuesi dhe u kthi ka ne për na thot në kamp, u çum në kamp, edhe simbas rritës, te prej sotit që në klasën e dytë. E klasën e dytë na u bënë mos vet, u mallgjim, qysh me na prish neve disponimin, u knaq me aty, me dalë klasë dytë. Kësi ke, më rriva deri klasën e tretë. Por me shumë ndërpremje. Ishte vijimi i nxënësve edhe i imi sigurisht, ishte shumë jo i rregullt. Bilet atë kohë, unë isha si 11 vjeçar, 12, 13 vjeçar, ato punë të shtëpijës, patën me të mu. Kishim lopë, 2-13 frim, kemi pas tokë në 5 hektar, me lavru, me qitë ple, me rujt lopt, këtë to. Pra si kisha kohë, me shumë mësim, sepse Xhexhai im Hasani ishte ushtar. Dhe baba në atë kohë ishte kryetari kooperativës në Tarnovc, po ishte atë kohë bas luftës ishte pa rrogë. Kështu që më rriva klasën e 4, klasën e 3, filloj mësimi, edhe Xhexhai Hasan erdhi për ushtrisë, edhe më tha, te tha veç mësa, tha se ti ki me shku në shkollë, ko me ty në shkollë në Prishtinë. Unë nga entuziazm që e kisha, mësojsha mirë. Për fat timit, erdhë mësuesën në Tarnovc, Nazmije Kastrati, dikur mbemi Nazmije Reka, dhe ajo, të e pa angazhimin tim, një ditë unë e rrisha, se në klasën e 4 ishim 5 nxënës, e në atë klasës 3 ishim ma shumë. Unë rrisha në mes 2 nxënësve të klasës 4. Klasa 3, matematik, që shtohër të kombinume janë, klasa 4, lexim. Unë i bërë detyrët e matematikës, kërë rendim me lexu, për thot Shaban lexo, thash, zëjushi thashim, thash, unë jam klasë 3, tha më zbën hajgare, thash, unë me lexu po lexoj, po unë jam klasë 3. Dhe shokët e konfirmu këta. Tha, ti lexo, prej sotit jenë klasë 4. Unë më do këse fluturova, shkova në shtëpi, për të regoj me babën kom pas marrëdhëniet pak më ndryshe, e me Xhexhai isha su këtë ta kisha vllat madh. Edhe i tham, aq thash, më ka qitë mësuesja në klasë 4. Po, sa mirë, thash po më duhet me bre librat, tha unë të aparet. Edhe kështu bë. Po, kur filloj mësimi në klasën e, sa isha në klasën e 3, pra, mi filloj viti shkollar, një mësues mungante, Sulejman e ka pas emrin, dhe mësuesi që ishte para zëjushës Nazmije, tha, shko tha në klasë 2, gjypjen nxënësve mësim lexim. Edhe tha, baje qetësinë. Po,
për fat, kër unë zdisha që ka me thonë, thash, s'kemi pasat fjallorët. Tha, shka, tha, klas 2, tha, mbaj mësim, orën, tha, jepet lexojnë edhe më zbëjnë zhurmë. Mu e për njerë më dok veqa që jem rriti madhë. Edhe kër hyna më të mësajtorën, të gjithë nëzans, pa ta të zëri si nëzans i mirë, unë gëtë në kampë. Mirë dita, ullën, u dhash me lezu. 2 orë i mbaj të lexim, që të zdishe shka me bë. Për ati momentit, mu ka mbjell dashnia dhe përkushtimi për mësus. Unë më që të sëtë s'kom me du njetë. Afroj fillimi vitit shkollor, 29-53. Shokët që e kytëm klasën e 4, ishim 6 vetë, po 4 po vazhdojnë shkollën, njeni jo. Vishin me më thirë mua gjdo ditë në shtëpi. Unë nuk musha me i thonë as po, as jo, dëshire i tjetër, po duj me marrë leje pej babës. Baba im në atë kohë ishte, si zakonisht që kanë qenë kohënat e mungesës ushqimit, pa të shku në Vojvodin për punë. Një det, Xhexhaj Hasan, i kishte pa shok të dera. Qka keni, i tregojnë të qëllimin ertë, unë e tha, shok për të rasin, qka po dojnë ata? Thash ata po dojnë me shku në shkollë, Prishtinë. E ti? Thash, unë pa marrë leje për ju, shumë së mund shkoj. Thash, shka, tha, unë përgjigjem. Thash, baba nuk ka shpi. Tha, ti shka, unë përgjigjem, për thëmë. Dhe erdhëm na në Prishtinë, netëm një muj, po ishë fëmit ka të unë ditë, ne ishëm pësu me punu, me hangër pak më shumë, dhe ushqimin internat nuk të dilte. Nuk mundëm mu gjetë mirë në Prishtinë dhe u këthi më ndaj në Preshev. Preshev vazhdova, masë ndaj aty e këmë këthi dhe se maturën. Po, në klasën, në vitin 52, u mbyll internati në Preshev, se ka pas internat aty. Kushtet kanë qenë mjaft mira, na që ishim pak me sukses më të mirë, pak gujshim gjysmën e çmimit të internatit. Baba më thot, mos të s'ka internat në Preshev, apo shkon në Serbisht, Bëjnëvc. Unë isha i prem për atë punë, po, dhe fillova. Mrenda një kohë shumë shkurtun, u afirmova aty në shoqërinë e re. Po, një orë fatkeqe ishte, kujdesari klasës, emnes për përmendi, kujdesari klasës, e shpegoj një goshin. Edhe tha, sërbisht, najve që e zasë nga Petrovića një gosha, shtajon spreqë o kërdos vetu së në gori, edhe maroj mësimin. Pra, vlera ma dhe një goshit ka qenë sepse aj e ka ndalu hakmarin mërzi. Një zanë su që tha, shok arsimtar, tha, të shqiptar, tha, hakmarja, tha, egziston. Aj shikoj andejknej, a ka ndë i pyetje tjetër? Ska, tha, po, tha, të shqiptar, tha, egziston, tha, hakmarja, por jo, tha, sukur ju që shbendoni. Shqiptar që janë qyqar, janë kukavica. Ata, hakmarjen nuk e krynë mes veti, po hakmarjen e krynë në popull tjerë, si për shembull të ne Sërbët.
Edhe mua ashtu më duk se isha në bankën e fundit, ullën, ashtu më duk mua që e 3 klasa u këthi ka unë, me më shiku. Unë u gjeta ngusht. Edhe, duke la me kaq, po më thot, a më shkështu, tha, Zotni Gjeladini, me ironi, Zotni Gjeladini, Sepse ju është nxënës. Unë nxënës isha, po me ironi, po flet Zotni Gjeladini. U qova në kamp, thash shokër simtar, thash kjo, thash është mendimi ju, thash është, po kjo nuk është qështu, nuk është e vërtet. Tha, unë përrej, thash unë s'pa tham që përrej, thash po, kjo thash është mendim i liri juji. Unë thash jam i ri, po në këtë kohë, këtë rritë tem, unë nuk kam dëgju pej plegjve që dikush ta përmendet dë një vrasje, dë një hakmarrje, thash, ndaj sërbëve se në regionin tonë, thash, komunën e Bujanovcit, Preshevës, Kamenicës, thash, nuk kam dëgju që ka pas. Prandaj thash, nuk e keni mirë. Edhe kështu, vazhdoj ajo, se me thonë, ajë duelin mes meje dhe polemika, bo, ata nxënës të habitën. Edhe mua më duke ashtu që fillojnë për një jetë të më shikojnë me urrejtje. Vazhdova mësimin edhe mas edhe 2 javë, dhe në çdo orë që kishim histori, ai më çonte mua më pyet. Unë e mësojsha, se e disha që të më pyese, por nuk më lente unë shprehem lirisht. Unë e kom ditë sërbishën, aq sa kom ditë, se nuk kom ditë sërbishën sa ka ditaj, si gjuhamtare. Edhe më ndërprente, më thonte, mos më prish gjuhën sërbe. Unë i thosha, shokër simtar, kini kujdes, çka po thom, e jo si po thom. Dhe kështu vazhdimisht. Po për ati momentit, për asa dite, as shok të klasës, as 2 klasëve tjera që ishe, se që 3 paralele në gjuhën sërbishte, kërkosh mo me muës nuk komunikonte. Përveç një shokut bankës që e kom pas, edhe ka që një vajzë, mba vonë është gurfat më ravë. Mendo që mendo, në fundi i vitit ishte largë, a mund të qëndroj dhe në fund vitit kështu, me ato maltretime, me ato urrejtje që fillon me tregu në zast, edhe unë e vendosa me lënë shkollë. Edhe për që di, jemi taku me sandej me ata shokët e klasës, ka edhe tash që janë gjallë këtë mosh, po janë pak, kur mo me mua s'kan folë. Kur i tregova babës unë që s'pa shkoj në shkollë, për këte, sepse unë të them që atëri kisha 17 vjetë. Edhe me e thot drejtën, as nuk u frigosha, as nuk u marrosha, su trëpdosha. Prandaj, për mësmartë dhe e keqe mama dhe me kujdesajnë e klasës, dhe e mirë. Tha, apo shkojmë, tha, te filani, te Ilia, thash jo, nuk bën. Thash nuk bën, thash sepse s'ma merë mendja që ajë në bën mirë. Tha, duhet të shkojmë. Po thash, unë e zve. Më 3-4 ditësh, ka shku baba, i ka thonë Shabani s'pa vjen. Thot, ajo është djali jot, ai ka me dëgju ti, ki me pru. Me ka përvesh i ki me pru. Kur erdh baba në shpirë, tha, kesh të Ilia. E shkat, tha, me shku. Edhe shku. Si hyna nder, më drejtu. Tha, zoti Shaban, a mujtë e më ardhë. Thash, unë nuk jam zotni. Thash, jam një iri, thash, një nxans. Prandaj, thash, nuk jam zotni. Edhe, bile thash me juve se më as shok, se s'jemi t'i moshe. Tha, ti s'po shkon shkollë,
Kam thash arsye. Çfarë arsye? Thash, kështu, më ka thonë kujdesari i klasës, dhe tash 3 paralele që janë të klasës, 4 gjimnaz atëherë, vetëm 2 thash flasin me mu, kur kush nuk flet me mu. Edhe në këtë atmosferë s'ko mujt me përballu. Aq ma tepër që edhe mas andej arsimtari i historisë ndaj me sillet keq. Për mos me ardh thash të dëni farë nga të rese më madhe, unë thash kështu kam vendos. E tha, çka do të bësh tash? Thash, unë do të shkoj thash në Preshev. Çka do të bësh? Thash, do të bëhem mësues. Tha, pse mësues? Se thash, do t'i mësoj, thash, nxënësit e mi, që të ruhen prej tipave që janë sikur Stanisha, edhe ju, thash, personalisht. Le të mësohen me urujt për këtyre tipave. Dhe ai i hapi syt veç që se më kapi për fyti, bades vetë. Se para prakisht më tha, kjo tha nuk është kur gjo, që të ka thonë Stanisha, tha gjimnazit e Vranjës, Muharrem Kadriut, popi tha, ja ka shajt nonën. Thash, unë nuk kam thash Muharrem Kadriu, edhe si kam kushte sa si të Muharrem Kadriu, se s'ka pas që ka me zgjedh, ose me lanë shkollën, ose me vazhdu në Vranjë. Unë kam këmë shku, tha, unë nuk të lejoj. Thash, nuk kam lejoni, thash, po, gajbim i bëhet i madhë, thëne. Ta këni prasysh se bëhet i gajbim shumë i madhë. Mua, shkollimin, një person së mund të më bandalu. I tha, babës tem, tha, Sadri, thuj, tha, le qkoj e bëja nërës. Aj, tha, për s'më më dëgjon. Tha, me qenë gjalli em, tha, unë tha, kësha mytë. Unë, si isha ullë, duqova në kam, thash, unë i kam, tha, 17 vjetë. As te, as Sadriu, tha, së mundi më me mbytë. Po, kini kujdes që më flitni. Se unë thash e di orientimin e juj. Kër i kam thanë kështu, aj u e gërtu pa mas, edhe më tha qenë, tha, jeshtë. U qovë unë, e leq kafën papi, se më maroj Zoja Keva, një mësuse e mirë ka qenë, më ka dhonë atëhere higjenë, pësa ishim, ishte një mësuse jashtëzakonisht e mirë, e kujdeshme, e sjellshme, ndaj me e ka pas qendrin mirë, të respekt. Tha, unë i tha pi e kafën, thash kafën të ndë, thash më se pi. Edhe dole jashtë. Mbetesh, tha, sa dritë ti ndalu. Babës temi kërë thonë, bëse qasha bani në shkollë. Se ky, si ta krye shkollën, ky e ka vendin në burg. Mu e nuk më tha, baba, po, tu i bisedu me babën Gjeladin, babën Plak, i thësha unë, dhe Gjajin Hasan, kështu më ka thonë, Iria. Unë e ndigjova këtë muhabet, edhe mbeta në shpi. Pare nuk kisha të shkojnë Preshev, kur për marrë një letër për 2 shokëve të mi, Fuad dhe Gjevat Mehmeti, Miratovsit, edhe po më shku Shaban, në mush me i ba paret
ta pagujmë banesën, kurse buk kemi na mjaft se kemi mulli. A në atë kohë, kush ka qenë i moshës madhore, e din se në 53-shin ka qenë një krizë e të mërshme e bukës. Merë dhe me mend kur për shembull Transalit, që gjithmonë kanë pas problem me ushqim, se to kanë pak, fshati është i madh, edhe shkojshin në Vojvodin e u mundoshin me ushqy familjet me paketa, misër me qenë paketa, 10 kg, 15 kg, se ishte e ndalume, atëre. E tash, unë hamendesha, si me abo, si ti bëj paret, për të pagu Tiranë, në banes private. I tregova babas plak. Thash, baba plak, 2 shok, thash për më thidit me shkollë në Preshevë. Kanë bëllë, e kanë rendin mirë, kanë buk, po unë pare s'kam. Baba plak, o mështë në vaj, s'ka pas pension, ishte i vjetër, i mëshuar. Tha, ti tha shkon shkollë, tha, kjo tokë, tha, është e jemja, unë e shes këj tokën. Se të këtë nevoj, këj tokën e shes. Kërë më tha, aja ashtu, edhe shokët për më thrasin, mu e pak, merë një farë fuqie. Jetë për ditësh, i lëshova lopt nuj, në qeshme, edhe tu i mendu që ka do të bëj, o stenin se kom pas, se kom vnu kështu, ju më shtetë në ste, lopt kanë pi uj edhe më këthy të shpia, e unë i kësha me të kështu, tu i mendu që ka do të bëj. Erë dikush mrapa e ma kapi veshin. Kër e këtheve kryet, ishte Muharrem Kadriu. Pra baba i shoqës teme i resmies. Tha, që ka bëbën? Thash, pi të regoj, pse s'po shkon shkollë? Ashtu, thash, si kom kushtet? S'kom pare. Tha, po du, tha, mbet mësu diçka, tha, po, vetëm kësa herë, bët hera tjera nuk bën. A keni, tha, duhan? Po, ta, të e prodheshim duhan shumë. I këshim në 1700 kila. Edhe, na, e bëshim pali, ka lëp e bëshim duhanin. Tha, vjidhe, tha, një 50 kila duhan, tha, qaj me kojshit, me diket monopol, edhe i merë parat edhe i këpë shpije. Unë, thash, faleminderit, vrap shkova në shpe, e bën hizmetin lopëve shka dugut, po jo. Këta tjetë, e palojshin dhe unë, bëshin kalop. Hypa, patëm bona një 600 kila, i patëm denë që i patëm lidhë, edhe për shikoj, i kemi pas dojën e mirë, kvalitet i mirë, javnava synin, e mirë. Shkova të kushia jonë, të kushirini, Agamal, për thëmë Agamal, nesër kemi që dënë, tha po, a bën thasht me ty, thasht mi pru, pak dënë, thasht se po do me që shkollë. Edhe aj, u mështë në vaj, bre birë, tha, të kisha, tha, paret e mija, tha, kisha me të dhonë, tha, kështu, tha, ti, tha, me marrë dhe unë, tha, me marrë vesh sadria, që u bo
Ky farpazalla ke? Tha, duhet të në mshelë ka Belgjikun. Mos me hip, më dalë. Thash, jo, thash, unë nuk të rgaj. Bo, nesit, pa ma bjes Salihu, djali vetë, fakturën, edhe një qëmim jesë zakonisht i volitëshëm. I mora paret, gjithashtu, në përkrahu, fuqimisht, se nana ime, të zëdylferije, ajo me punë dore që ka punu, i kish pas gjithë 3.000 dinar. Mi dha ajo 3.000 dinar. Edhe unë, ditën e caktume, unë morën vesh me shokët, ka Presheva, në cilë ditë do të shkoj. Salihu, bindi, ndihmoj, aj e morë ditë dishek, unë në një argan, e të eri apër bëjanovë si të përcull, i ka gashmija, bile këta i lesh të hangër darkë. Se treni vind të në ora 7 gjysëm, kallën të në përbënës. Kishin darë shokët me më pritë. Një gëzimi madhë bo. Dhe kështu unë vazhdova. E kreva se maturën, normal, me sukses të mirë. Në ndërkohë, kër shkojsha unë në shkollë, sa isha në Buenos, ishte ditë pazari, se të hanën bëhet pazar në Buenos. Kër përshikoj një shok, Qemil Sahiti, na e bajshim atëre ato kapelat e nxënësve. Edhe shkruan të këtu, shkolla edhe cila klasë. Daj të hecë aty, s'pëm vrenë mu, me kapuq, unë e në gjithë për kraje, tha shaka arti e kajton shkollë dhe që, pa jo këthi, për më kyrë. Mos jeti, tha Shabani, tha shvetë, tha shumë jam. Ku po shkon, tha shaj, që ka artu? Tha, po du me shku, tha, më falë një shpej, tha, rëtë samës. Pse? Tha, komik për shtëpis, po shkoj një gotë, tha, me po du. Ku e ki orientimin? Tha, ka të më qoj e treni. E po, mëse ki thash gabim, Qemil, pse? Thash, edhe 5 muj marën viti shkollar. Te e krynë se e maturën, nga mungesa e kuadit mësësis, atëherë me klasës 4 gjimnaz bëshin mësusa njerëzit. Edhe te, se mësë mundësh me vazhdu regulli shkollën, ti mund të bësh mësus e merë një rogë, mandaj verës shkon në përkurse, edhe e kry, kështu që mëse hub vetën, se si kështë tash nga shpia, e hub vetën, së mund të këthesh. Dhe mas disa muhabeteve, tha u përqakëthy. Edhe sot është Qamili, jo është Presheva, është asimtari i gjungës. Ka është o mosha ime. Në 53-shin, ma herët pa të fillu, ajo propaganda e të mërshme, që shqiptarët në regjistrimin e prillit 53-shin, duhet të regjistrohet Turqi. Në muhe ajo në patë ndiko shumë. Unë asa të herë stash nuk jam kundar turqve, nuk ka kërfar ndjenje anti kundar asni komësie, por ajo më dikte si zjari pse shqiptarët të regjistron atë që shka nuk janë Turqi.
Ajo propaganda ishte e tmerrshme dhe pushteti si pushteti gjithmonë i gjen njerëz të vet, e kështu po flas për Tërnovc, ishte e hatashme ajo propaganda. Edhe ajo të pleshtë asaj kohe të moshuarit e kishin vështirë me dallu, me thonë që nuk jam turk, ishte pagi punë e zarshme. Do të thotë e plotësisht me fe, sepse edhe në të plotësorin që duhet plotësohet, ishte rubrika e fesë. Po, komësia edhe feja. Këta nuk mund të të dallojnë njënën edhe tjetrën. Apo, edhe të mune pa të digojë shumë, sa që mas andaj e shkrova një vjersh, unë mjerisht nuk e kam, se s'është vetëm ajo, po kam pasur shumë vjersha tjera, po e tregoj mas andaj se kur më kanë bërgos, mi kanë marrë të tjera, të gjitha, edhe unë nuk e kam, po ka qenë një vjersh ashtu një 5-16 strofë. Një farë kritike, mendoj e ashpër ndaj atyve që regjistruan turqi, qoftë se nuk janë. Po bëhet regjistrimi me 1 prill 53. Kujdestari i klasës, Reshat Mustafa, pas ndjes, tha Shaban apo shkon me vëllon e tij, tha me Agan Saleh në Rahovic me bërë regjistrimin. Thash po, dhe më bjeni thash një kopje, me prua atë kopjen, unë serbishtën e kom njoft, bukur mirë e kom njoft, dhe s'kish problem. Në mëngjes, me 1 prill, dolën qendrët Pleshevës, po vjen Agan Saleh, edhe si pa mu e vetë, drejt për të unë, tha mësjet, ti tha Shabani, thash po, unë vetë. Atë ka thonë Reshatit, dishka, thash po, ka thonë Reshatit me të prit, thash me shku Rahovic. Edhe, po shkojmë udhës për Rahovic, po hecim edhe i po më këshyë ka një herë. A din me bo popisin, regjistrimin. Thash po, nga sali s'ka problem. Hajt. Unë po të veti ty a din të me bo popisin. Mora nga sali, grajti e di unë. Edhe për stret. Unë janë gjitha për kravat, është për nalu këto ka sali. Pse po më pytë ka shumë? Tha se po më do kështë forca i ri, tha nuk e di. Thash unë e kam thash dërmen thash me i pytë vetëm për komësin, për fen. E atë rubrikën e komësis, atë e plesaj vetë. Qeshtu. Shkum në Rahovic, fillon punën. Rahovica atëherë ka qenë bavë, unë tash është bukur e madhe, ka një bishpi thojnë, tepër. Edhe tanë ditë na me shpejtësi kemi bërë regjistrimin, s'kemi pas kohë as bukë me hangër heq, kërkund, se mos pa vjen dikush dhe i farë kontrole pëndërhin, po. Qeshtu e kretëm Rahovic. Pra, Rahovica, mendoj, i vetëmi katun është që kam vetë atëre 100% shqiptar. Pas e kreve se e maturën, shkova shpe, po bëm gati unë me vazhdu shkollën. Po në të kohë më bashin dhe kursa pedagogike të mësuesve dhe thuj se tërë klasa shku në Prizren. Ta krym një kurs se dere atëherë
një kurs e pranojshin normale si një klasë. Për me kry ma shpejt, sepse isha në mosh, isha 18 vjeçar. E kreva me të kursin me pak me vështërsi. Viti? Viti 53. Me vështërsi, sepse një rast në shkollë mësojtorët rrishin të hapura tër natën. Pra kush do të shkoje të shtroje diçka, të mësoje diçka, po. Edhe na shkojshim, unë kom pas për tërnoset një shok, një mik, një dashamir, me Fejl Abdullavën. Ai ka pas kry me 4 klasë fillore, por i interesante në matematikë. Edhe me atë, për natë shkojshim në klasë, me bo ushtrime, në drazes, po në dëgjoshin dhe pësusa tjerë. Kur ditë për ditësh, po vjen aty, një farë, se dhja ka kopte me përmendemin, po një farë Haki Bilali i Preshevës, atëherë pa të fillu me dalë këto këmishat najlon. A i veshën bukur me këmishat najlon, se këta me që rogën verës, i hekorasën mirë, i lytë të flokt me sto ora havë ule zakosëm, apo ja, i pashën ma një gjallë, edhe i pekëshyë ka për bëm detyrat edhe për më thëtë, shka po shkarravit ati tha këse qështu. E unë isha i veshën, i kisha një par pucë të fejalla të ushtërisë, një par pantole, që i pa të bajt 3 vjetë, e më këshim bosë botë 3 fërtaj. Si karikatur, po, isha i dopt atëherë, me shnetë. Edhe unë të shekoj, dhe dishka lidhe me teoremin e Pitagorës. Edhe pesh vetëm, thash jo bre shok, thash kjo mirë, thash është. Po unë për flasë ka dale. Thash jo, thash mirë është mirë. Tha unë për të thamë së është mirë. Po anë dhe anë, thash ti thash mëse ngëtë zonin, thash nësë për të frigohem, po kjo mirë është. Ti thash, nëse ditë dryshe, hajtë, thash vazhdoje. Jo, tha vazhdoje, tha, kjo punë kështu, po mirë. Thash, kush jeti? Thash, ti, thash, pse i kyli, thash, flok, thash, me vojtullirit, ta, po duke vetja i mira. Edhe u ofendu. U ofendu aqë sa që, tha, ki tha me e pa, tha, se kush është Haki Bilali. Një shokë jemi, Beqiri, e ishte afer edhe e ka pas që shtu, a i qeshte, mos vetë, e ka pas të qeshër. Tha, të ditë tha këti me e pa. Krye qavës në ndërpren stipendin. E kështu pra, e mandej me harna, me harnica, dirqim, gjeshim dhe vërëtsin, dardat verdha, mollat verdha, me pletësu pak barkun, se me nëzith e kytëm. Por, normale ku edhe më registru, Kemaldeva ishte detor i mirë. Tha ju, tha, ose shkondi bëjnë mësus, ose vazhdojnë normalen për klasës parë. Dhe unë e vazhdoha me gjithë shokt për klasës parë. Normale kanë qenë kushtet më të mira se gjithmonë deri atëherë. Jo perfekte, po ishin mira. Dhe mbajshin orë letrare.
Pashë në orë letrare, unë po duk me dalë me lezu qatë vjershën. I adhash profesor Jak Mitës, në të gju, për thëmë unë, a bon, thash me e lezu. Ajtë nesit për ma jepë më vjershën, edhe po i rodhë kratë. Thash, për qëtër thash, unë e marë përgjithësin bë vete, thash, mo, a ka dy farë vlere? Po. Shaban tha, s'po të thëmë tha kur gjo, mos i po thu që e merë përgjithësi, tha vazhdoj. Edhe unë, me atë mendim që rast më të mirë që një vjerë tëllë ta lexoj, atëherë që shtu mendojsha, normale ka qenë vetëm për shqiptar, atëherë normale shqipe. Edhe bardh rendi mu me e lexu vjershën. Kur e lexova vjershën, nuk e di unë tash, atë vjershë kom dash shumë, që shë kom lexu, që shka dikua ajo të publiku, unë nuk e bajt mend, por e di se do të rëkitje frenetike. Edhe në atë agjamele kënë tem, thash, po unë e bona betin tash. Umë që, ka kush për këtë zime, këtë vjesh me folë, se që të bëjë diskutimet, u që njeni, një nxans, e ka pas, jemi një Hasim Babuni. Ishte ajë para meje, një gjenerata 2, ka qenë para meje, ndogo 2 gjenerata, edhe ajë të sëllmoj aqë keqës, sa që më të rru krejt. Më bo krejt natë, a është e mundur, unë të sëllmojëm ashtu. Për dhe diçka që bile në anën tonë, Moravica të preshe e bëjnëc, qashtë e ndërrimit komësis dhe pregatitje për shpërngulje ishte shumë e fort. E kështu, poshte për pjetë, disa më dëshë me mbrojt pak, disa mësër më ishin, se ka pas aty edhe kursista, shkollë 2 vjeçare, që kanë punu punëtorë shoqëror politik, ishin më të pjekur ata, edhe ata e vlerëson që kjo është nacionaliste, shoviniste kjo vjersh. Ata tjerë që mundoshin me mbrojshin pak me frikë. Me frikë. Po për çudi, nga ata që ishin nga Moravica jonë preshe e bëhenës, kur kush nuk ushu një fjalë me thonë. Bile për 2 kam pritë që sigurisht, s'kishe të shumë në projtë, për me thonë që kjo si fenomen egziston të ne. Ashtë të bo, kështu propagandë, kështu dihon, me për jo. Edhe në fund, kër erë koha, me e lidhë kryet, aty ishin prezent edhe Adem Demaci dhe Enver Tali. Pas një se ka vdekën veri, ata ishin maturanta. Dhe ata mbrojtën për që di mrekullisht mbrojtën. Edhe që të dy të thanë, kjo mund do shta të kuptohet si e tëllë, pa nuk është vjersh nacionaliste e shoviniste, pa është një vjersh që të regon gjendjen momentale
Preshevë Bujanovcë. Edhe kjo nuk është antikombëtare, nuk është nacionaliste, nuk është shoviniste, por secili ka të drejtë të duhet popullit e vet. Pra edhe Shabani, që të dytë kështu, pra edhe Shabani, në qoftë se e don popullin e vet, a nuk ju arrin të tjertë, atëherë si mund të quhet shovinist e nacionalist. Edhe për çudi këta ndikun shumë pozitivisht. Unë atyve i kam bërç. I kam bërç sepse masandej u mor vesh se kisha pas me u parashtu për shkollës. Na tregoni pak lutem pas ca vitesh që jeni taku me zotritalin. Si ndodhi rastësi? Me Mehmet Abdullahun i rrishim Bozhor, pishim nga i kafe, po vjen Enver Tali. 53, kjo punë ishte mes 25-6 vjetë. Mes 25-6 vjetë, Enveri edhe Mefa ishi pas njoft mes veti. Edhe kër e pash Enveri që po vjen, për thëmë, Bacamef, thash Enveri, me Adem Demaqin, thash për në shpëtu, më su përreshtu nga shkolla. Shpejt unë të regu, edhe po vjen. Ugull, mirë dita, më thërë me Enver Tali, edhe unë prezentova, mënj, s'pe të rgoj emnin. Me fa shka, banë, tha mirë, tha qenë, tha po rrim që tu, tha me Shaban, aja tha, po rrim, tha po pisër nga i kafe, mara tha me tha. Ka qenë, tha një nëzënës të normale, tha, do këtë tha Shaban e ka pas emnin. E tha nërë letarë, tha të mërë, tha para veti, tha në tërfurk. Do? E tha, me Ademi, tha, shpëtum, tha se veç, pat me marë të skerën, tha, brëshpe. E Bacamefi, tha, që kjo është, tha, Shabani. Me vërtet, a ju habet, u do qova në kamp, po e përqafoj. Se e kam medituaj, një përqafoj me dhe një falenderin timin. Edhe me shikon, thash, shem shikon, tha, po tjetër ke qenë, tha, shumë i dopt. Po, kam qenë i dopt, që kam të njëri, thash, kam fillu më plak. Po. Mes andej, mes një kohë, ke ishte mes 90-ës, cili vit, së përboj bash në jesë këtu, shkovën partinë fshatare, kryetari partinë fshatare ishte Hivzi Islami. Me atë kemi punu bashkë në gjimnazën të Tarnovcë, i anës tonë është një fimi mirë, shok shpije. Po rrim, po bisedojmë, edhe Ademi po vjen. Hyni, në ato burri, ku këshë këta selin, po vjen. Edhe unë i pitregoj Hevziut. Thash Hevziut, thash Ademi shtu me Enver Talit më kanë shpëtu. Po. Edhe hynë Ademi më renda. U përshëndetëm. Unë edhe Ademit ku prezentova s'peja thëm emnin për më marrë vesh. Po diçka me mirë. Po du me pa si për agon. Bisede si për thëtë për Hevzebre, tha normale, tha ka qenë, tha një nëzanë, tha jasajone, tha nuk e di, tha, i cilit ka tunë, nuk e di. Në nërë letare, tha ka registru, tha një vjersh, unë, tha nuk e di, tha ka lexuj, tha lahutën e marëcis, atëherë ajos. Po, pekajta ka pas atë fuqi,
ashtu me shkryt. E kështë shkryt të një vjesht, gjata, alla gjergjë fishta. Unë s'mendoj që ka qenë qështu, po Ademi për thatë, mirë. Edhe tha, e shpëtum, tha, zban thatë, me thanë, tha, nështë po e shpëtum, tha, se për normalisë të patë tha me pësu. Tha, unë tha edhe në veri. Hevziu e tha, e për tha qaj, tha, që e këni shpëtu, tha që këj. Tha, ti e Shabani, thash, vetë unë. U përqafum, se aj për jetë e meriton përqafimin tim, edhe respektin tim. Unë asë njëjtë asë tjetrit, personalisht, nuk mund të dalë hakut. Për gjithmonë i kam zemër se atyre, i kam një bërshë madhë. E masandej, pra, 54, është në gjymëzjetor, u kry gjymëzjetori, po vjen një shok i përreptisës të Gjilani në Sale Dervishi. Mund s'kisha arsye bës me qenë me shok të korrekt. Po. Edhe ullë, tha që të thëtë ka zëjma, bëha betë, ullë. Tha, kam qenë Tarnovcë. Ha? Helikoftë. Për që ka patre punë, në këtë dimën, tha, kam shku, tha, me detyrë. Qëfar detyre? Tha, kam shku, tha, me pytë për ty, qëfar familje ki. Se mas asë njerë që su e lezogje, për ty, tha, bo, tha, më habet edhe në parti. Po mirë. E tonë? Tha, kesh, tha, unë, tha, në Tarnovcë, edhe tha, më kanë bo, tha, helaq. Të kush ke? Pa tha, kesh, tha, të balqosja dhe hamdi qosja. Ashtu e kanë gallëpit e ata, ashtu në bëjemi në kanë ndryshe. E qka të thanë? Thanë, veç se së më qunë me mbrej. Po e kanë familit e mire, e kanë këto, e kanë ato, e qka po dhuna në këte. Edhe a i gjallë që pas a shkryt, kjo që shlu për një merë, të i ndodhë këtu, është presioni madhë për shpërngulje në Turqi. E tha, qaja tha, të ka shpëtu, të tha vazhdoj shkollën, për partijës, a s'ki tha ma vreqe. Vreqe mund të kesh tha vetëm për vetë vetës, a mësën e nuk mësën. E kështu pra. Normalja është transferu nga Gjakova, në 53-shin. Pra, unë jam me shokët e mi, jam generata e parë, që kemi fillu në Prishtinë. Unë jam pas marrë dhe me aktivitete jashtë shkolluare, jashtë aktivitete të lira, po gjithmonë më kanë fletë qashet organizative. Nuk kam pas problem me sukses. Edhe në klasën e dytë normale, i kam pos udhëheq se antari komitetit rinijës i ishet të shkollës, do kursin parashutist, kursin radioamator, e do kurse tjera, të recitator dhe shka për dion. Isha një farë aktiviteti, bile duhet përmendim se i pari mendoj në Kosovë, i pari shqiptar, që është lëshu me parashut, ka qenë Rëhi Shala. Aja të ishtë në klasën e tretë, normale,
Dhe mendoj vajza e parë shqiptare, në trullin shqiptar, ka qenë Ganimete Mhaxheri, ma vonë Ganimete Nura, e ajo është parashutistja e parë shqiptare. Mendoj edhe Shqipni në qatë kohë s'ka pas. Pra kjo është e para. Tu e pa aktivitetin të klasën e tretë normale, më zgjollë kryetar komitetit e rinisë. Dhe atëherë ishte praktik që kryetari i rinisë i shkollës të jetë maturant. Aty u bo një farë lëshimi, pra u zgjodha unë. Më kanë pas thonë se e kom bëdheq mirë, unë e di, po më kanë thonë që kom bëdheq mirë. S'kom pas qef me u dedu diçka, me u keqtrajtu diçka shkolla. Se kishe pak eksperiencë për ato që e parmendë e Bujanovc, edhe më kam met djeg, vazhdimisht, që mos bëhe bo e pa drejt. Edhe të qerve jo, po, vazhdimisht, shkollave shqipe, jo. Po, si kryetari e një shkollës, automatikisht atëherë isha edhe antari i komitetit të rinisë qytetit Prishtinës. Në komitetin e rinisë atëherë të Prishtinës, të kemi qenë 25 antarë. 18 kanë qenë serbë, na kemi qenë 7 shqiptarë. Për atyre 7-ve kanë qenë 2 vajza, edhe ato kanë qenë, po më duket, për dekor më shumë ti. Bile sa maj mendas emrat, se s'kanë folë kur, duke di, a kanë folë shqip, a shka kanë folë, se di. Ka qenë Indjeri i Zdregja, ka qenë edukator normale. Ka qenë një Fehmi Gashi, këndë marrë një i shkujnë të biletat, rimjes. Një nëzas ka qenë i shkollës bëjësore nga Gjakova, edhe ka qenë një Begja Zetiri.